Himni kombëtar mora fjalë dhe dy super koreografi nga intelektualet dhe ballistët e kthyen stadiumin Fatil Vokri në një skenë të vërtet kuqezi, teksa drita priti shkëndijën e Tetovës në kuadër të Ligës së Konferencës. Atmosfera festive, ndërlidhur me afrimin e 28 dhe 29 nëntorit, bëri që kjo përballje vëllazërore të merrte një ngjyrim krejt të veçantë. Drita dhe shkëndija hyn në fushën tingujt e himnit kombëtar, një moment historik pasi për herë të parë në fazën e grupeve të garave europiane u interpretua zyrtarisht himni i shqiptarëve. Më pas stadiumi shpërtheu në këngën mora fjalë, himni emocional kushtuar heroit kombëtar Adem Jashari, të cilën rreth 6.000 tifozë kënduan në kor me gjithë shpirt. Në tribuna, intelektualet e Dritës dhe ballistët e Tetovës shpalosën dy koreografi gjigante të kuruara deri në detaj, duke dërguar mesazhe të fuqishme për unitet, krenari dhe festat e nëntorit. Ngjyrat kuqezi dominuan kudo dhe mbushën stadiumin me një energji që rrallë shihet në ndeshjet e klubeve shqiptare. Në fund Drita triumfoi me rezultatin 1-0, por festa ishte e të gjithë shqiptarëve. Se Kosova!
Fuksi,